Dhe ja ku jemi dashur miq të pjesa e kuzhinës së bashku me nutricionistën Albulena Shabani Lazi, që do të flasim për një recetë që na ndihmon për neve që kena abuzu pak viti ri e dhe arsye tjera, kena hangër e kena lshu dorën kështu pak më shumë, por nuk është vonë me u rikthy detoksit të organizmit. Mirë se erdhe Len. Po shkëlqen çdo herë më shumë. Faleminderit. Mashallah. Edhe kemi pushu shumë? Po, ke pushu, kena pushu, jena knaq. Po, unë s'kom pushu prej ushqimit. Ne, si ti ke ndrushe. Jo, s'kom abuzu shumë, po i kom dha disa knaci vetës me... Në kene, që sot e kena abuzitja. Pak ma shumë me mbëlsira. Zgjidhjen e gjelbër. Zgjidhjen e gjelbër, sepse kjo është zgjidhja ideale, sidomos unë e thash që kur nuk është vonë me ju rikthy prapë shprehive të mira. Sepse e ke thonë edhe ti që shprehit mund të ndryshohen, por nuk ban me i lanë me na eskalu. Fiks, është e vërtet, se na shta deri tash, realisht i kemi posë edhe fëmijët në pushem. Edhe thani normal edhe pse na disa kanë fillu punën me njëherë mas festave, prapë se prapë kur si hala stabil krejt familja në atë rutinë, nuk mund është me ka 100% në rutinë, ashtë. Kështu që tash është koha e dur, po. Kështu që mendoj që tash është koha e dur, realisht këtë periudhë kom pas shumë pyetje që kanë ardhur për imunitet dopt, kanë orë për shkak që u ngarku shumë, kanë shtu shumë pesh, punien të lodhën, është kjo sezona aftohjes, gripit që po ka fillu me qarkullu, ajri ndotun, krejt ta faktor ndikojnë që mu uli imuniteti, e normal që neve detyra jonë është me ndiku që me rritjet imunitet. Në këtë ras përveç që kena me bu një detox për melqinja dhe për komplet trupin që kena me ndimu zorës, kena marrë dhe proteina, kena me bu një smoothie që ka me pasër proteina edhe ndynat shëndetshme, edhe antioksidant shumë fuqishme që ka me ndimu edhe me rrit imunitetin, edhe me regulun përgjësia dhe sistemin tretës, edhe me largu atë fryrjen e tepërt, edhe me një pak më atlet, realisht krejt çka për momentin mendoj që jemi në fokus është me rrit energjin, edhe jena mësu gjatë festa me rrit energjin me pi energjike, ose me alkohol, ose me kryesisht ëmbëlsira. Kjo është një rritje energjisë stabile dhe që qëndron gjatë edhe normalisht do është me ndru një pi energjike me këtë smoothie. Unë s'po pi shumë kohë, po fillaj, kemi avokadon, e kemi lajmin, e kemi mullën e gjelbërt, limonin edhe selinon. Selino, dhe më thënë, aty është gjëngjefili. Si shtesë, selino, për arsye se njëtë si perimi, falni, detox, përshet që ka kollë, kollë është, edhe të unë e pëndikan. Realisht u mishnova shumë me bisedën e doktor Arsimit, se unë e gjatë krejt shtazanis kam shumë probleme me sinos. Edhe doktori që levizja hormoneve ndikojnë? Kam shumë probleme, kam edhe i kam kronik edhe ashtu, po të e shty edhe të i mirë mbaj, që është që kom pas na i shqetësim shumë të madhë para shtazanis, po krejt shtazanis se vetë misan që e kom vujt ka qenë sinos edhe më nu mi mirë mbajt krejt kohën. E në momentin që kam kontakt edhe me virus edhe ajri, normal që provokan kollë. A e ndëgjove e këshilën që unë sinqerisht e pranova edhe para doktorit që se kam ditë që është rutin e higjienës pastrimi me tretje në atë fiziologjike me shireng. Me shireng e hunve kësaj që pas përnda. Unë nuk bi me flajt pa e bu qatë rutin edhe pa mbu një inhalim me min. Të më thonë, muj me thonë janë ma shumë se peri lindjes vajzës fundi 7 vjetë janë që kam këtë problem, edhe unë nuk bi me flajt pa e bu me tretje fiziologjike pastrimi në hundës, se më ngjes ose gjatë notës kom e pas problemi me Nuk e kom ditë këtë informacion, prej sot kom e përdorë dhe pa dyshim që e ndoj me krejt mishtë e familja. Edhe nuk ka asë një kunder indikacion, ajo është njëjtë se ndalohet mullon deti çdo det, jo, shu që njëjtë është. Nësi, shka mirë me shkushtë dhe ndeti. Realisht e kemi avokadon, pastaj kemi lajmin, mullën e gjelbët, limonin e selinon. E thamë selinon për arsye se është një për perimeve që ndikon edhe të tretja, ndikon edhe ka fibra, edhe ndikon si antioksidant, edhe si detox me bashku në pjesën e përmelqin, ndikon të i përmirë. Shtu që pra ta kemi zgjidhë. Selino me që është në ndjesi pak më djekës, a mund të konsumojnë të gjithë për shembull ata që kanë problem me hemoroide ose kutadion, a mund të shkaktojnë ai normal që shkakton një ujtim edhe krejt të substanca, krejt janë edhe limoni edhe lajmi, po përderi sa për shembull shtohet edhe avokado edhe xhenxhefili, në këtë rast unë kisha preferuar ata që kanë problem me
thartir, ose me aciditet, ose me hemoroide, problemet për shkak më të mëdha në zor, kisha preferu me kullu, me filtru, po më nëjë sasi dhe me marrë vetëm langun për fillim, deri sa të rregullojmë. Edhe gjatë ditës, për shembull, te këta persona preferohet me përdor kefirin. Kuptohet qyshe kena preferu çdo herë, preferohet me përdor kefirin, mos më të madhe për shkak që me marrë nivelin e probiotikëve në sasi të duhur. Unë e pipoj një sasi shumë të vogël, se edhe inën e kena të vogël, kështu që pjesën tjetër tani e bëjmë ropa xhiri. Edhe shfrytëzojmë ngrisim imunitetin krejt stafin. Limoni duhet jetë me lëvorën e tij. Po, unë e shfrytëzoj kështu normal për ata që i pengojnë mundën edhe mi hek. A di që shkoni që tash një bukë e thekur me avokado. Me avokado, po, a bukë me qëto jo. Realisht, mos të harrojmë me që të ka të pru që ato. Mos të harrojmë me theksu që kjo preferohet me marrë me në gjes. Jo shumë heret, kuptohet, esullën çdo herë preferoj uj. Po preferohet për shkak si vakti parë. Në këtë rast nëse merret me në gjes, ndikon në hormonin e urisë, edhe gjatë ditës, më thonë, ndiheni më të ngopur, edhe nuk keni me të pru me ëmbëlsira. Po kjo i bjen që edhe do pësohemi nëse e konsumojmë këtë. A është prej recetave që, për shembull, ta përdorim 2 javë pa ndërprej, ose kështu diçka, që do të me pas rutinë? Është mirë me marrë 21 ditë, nëse veç i prej aty në persona që ki imunitet dopt, ose që ki abuzu për një me gjatë festave, është mirë me marrë 21 ditë, edhe normal që kome po edhe efektin. Se ndoshta thartina e tepër dhe selino është me thashë ndjesinë e shijes së djegës, ndoshta është irrituese për një lukë të shprazur. Tash unë i preferoj edhe fletat që jepin edhe shije, edhe aroma, dhe normal edhe fletat i kanë, nuk bën mi gjujt, i kanë efektet e njëjta, çka është një përparësi që këto gjethet e selinës mujna mi bo dhe qaj. E zinë edhe i zim, i shtojmë limon, mjalt. Për ndryshe selinën mundemi me... Se pa përmend një qaj unë zbën. E kom thonë vitin e kalun, që Lena që ja kom bler një dhurat që është formë qajt, sepse Lena krejt vitin çdo ditë na ka bo qaj. Çdo ditë. Thënë Allah, sa më nesha që mësova një qaj, dilke një qaj. A mu çdo ditë nuk e kom përvlu qaj? Jo. E kom zi qaj. E ke zi qajin. Deshta me unalë të selino, derisa i vendos, nëse keni gjenxhefil të freskët, është hala ma mirë, po sot na nuk patëm edhe vendosëm gjenxhefil pluhur që është. Ne këshim bri banor të lagjës. Po, isha gjuhë market. Deshta me unalë të selino, Lin, mund të përdoret edhe në salata, por mund të përdoret edhe në gjella. Po, mundet edhe muzimu bo sup, mundet edhe më përdor i freskët. Po, është një prej perimeve që mundet edhe gjethet mu përdor, se po më nej muzi, është multifunksional. Me thonë 2026 ka me vazhdu me i blu këto, na? Nuk heket kjo detyrë. Kuptohet, jo, kjo është detyra jote. Ndryshe mundën edhe me çfarë do lloj blenderi tjetër që keni në shtëpi. Lërgaj, Elen. Faleminderit. Por ndryshe kjo sasi është për një person. Domethënë ai kena bënë sasi ndoshta një gotë. Prefero 250 ml. Për një person. Me ngjas, po. Me pi komplet. Një gotë, po. Isha do thonë nëse keni blender tjetër që e blun hala ma shumë, çfarë do lloj blenderi? Sipas dëshirës, që shton hala ma shumë ujë. Që janë kështu pak vezvisën shije, mundeni me e blu pak ma trash, me kullu, me marr vetëm langun e krejt përmbajtjes, për ata të cilët i pengon thopëzat e selinos. Ata që kanë aciditet. Realisht, për shembull, për fillim, edhe na herë edhe më plan kur e shtoj, për fillim e kam problem me pi kështu, fillojnë me pi vetëm langun, po tani me kalimin e kohës mësohen edhe nuk është që pengon.
Kështu që vlen me theksu që bën edhe për gratë shtatë zona, edhe ndikan shumë jo sasi shumë të madhe, për shkak unë nuk muj me pi shumë, që shëtë pi ma heret, për shkak se normal ka fundi shtatë zanis dhe presioni kërësisht është pak ma i madh. I kanë do beba kretë organet. E ka bloku hapësirën, edhe ashtu si kemi jep shumë hapësirë, se s'kera ashtu shumë, ja ku mlon ma të vogël. Bravo. Realisht nuk është që muj shumë me marë sasi, po xhenxhefili ndikan që atë mundimin me stabilizu, plus mos të flasim për vlerat ushqyese që veç i përmbohen. Dim për shkak të ngushtimit të hapësirës kemi probleme edhe me konstipacion ose me kapslojt, edhe me jashtëqitje. E kjo ndikan për shembull selino edhe komplet këto kanë fibra që ndikojnë edhe me rregullu edhe pjesën e jashtëqitjes. Domethënë këtë rast kena marrë protein, fibra, yndyrna të shëndetshme, kena marrë antioksidant shumë fuqishme që është prej limonit edhe prej lajmit, edhe kemi bu një kombinim ideal që i çdosh me ndiku tepër mirë për sezonin, për momentin, edhe për imunitet, edhe për energji, edhe për tretje patjetër. Do me thonë se pim 21 ditë, edhe një herë lut nga rezultati. Po, nëse pim 21 ditë, një smoothie till, kemi me bu detox me ndihmu me lëqisat nga kesën që kemi bu me toksina edhe prej ushqimit edhe prej, domethënë sasi spijeve alkoolike krejt që kemi përdor, e bëjmë një detox me lëqis, kena me ndihmu sistemit tretësëm përgjithësi, kemi marrë proteinat të dura dhe për ata që ushtrojnë. Për shembull shumë e nevojshme, sa rëndë se vjen sasi më e madhe se ka pushu. Ja, vitnes nuk kom pushu pak. Edhe normal kena me ndikun tretje, detoksifikim, kena me ngrit imunitetin për shkak sezonit, do me thonë tash viroza gripit, preferuat edhe për fëmijë, normal një sasi ma e vogël, ndoshta 100 ml, po kuptohet atë për fëmijë me marrë vetëm pjesën e langut, jo komplet këto, për shkak që normal që nuk besoj që është e preferueshme, e pranueshme, muj mishtu edhe mjalt, pa problem, muj mishtu edhe bananet për të fëmijët. Më thonë që hala ma shumë me ndrejtë shije. Me gjithë se qenë ka shumë e shishme, se ti e dinë se sa jam zgjithë së në shije, kështu që... është neutralizohen shije, të nuk është që ka shumë aciditet. Po, nuk është prej atyre që bajmë edhe ruajmë për nesër, apo duhet sot në? Mundet deri në 3 ditë. A mundet deri në 3 ditë? Normalisht e mbyllur. Kuptohet me qitë nenën ose në qelçi, që qato nuk e hap, e rumë frigorifer, pa problem. Jo prej kësaj shishës që e pen prapë me qëtë gotë tjetërën pjesë e mshel edhe lënë për të nesërmen ose për 3 ditë. Pse jo mësë ma e prevu me përdor 21 ditë, me i dhonë vetës dhe organizmit tonë një durat, edhe një detox prej, s'do me thonë edhe nëse nuk keni abuzu me ushqimin të alkoholin, na çdo herë kemi diçka të cilën mbetjet ose kanë kundër efekt në organizmin tonë. Një detox, protein, imunitet më të fort, plus të shishme me gjitha përvarësit, dhe të azëm një selino që mund të t'ingloj se ka një shmim pak ma jo të arsyeshëm për shembull, qëndron për 10 ditë ndoshta të smoothie tuaj, dhe absolutisht që i dhuroni shëndetit tuaj një dhurat shumë të mirë krahas me ushqimet që mund t'i marrim. Është një përparësi që ndikon në reaks, edhe ma mirë është me marrë një smoothie till me ngjas se sa me pi qaja, përdopsem që kanë më na bo dëm, i kishë ndimu shumë, për shembull i kishë ndimu trupit me bo detox, edhe një farforme e aktivizon atë procesin për mishkrin ndyrnat e teprume, nuk mujna me marë si ilaç ose si shërem, kuptohet, është vetëm se menaxhon pjesën e hormonit uris, edhe keni me pas ma pak urim, ma mirë është me marë një smoothie till, me bo vetë në shpim, me ditë çka po bën, çka po vlen, se sa me marë qaja për dobësim që shkaktojnë dëm, për shembull kom pas plot raste, sidomos tash se zakonisht gjatë dimrit ai presioni, izolimi, ushqimet, shpesh ashtohet më shumë, edhe kom pas sinqerisht shumë raste që kam pas pasoja përgjithësi në sistemin tretës, po kryesisht të nxorr, ka arrit për shembull dëm nxorr për shkak përdorimit të çajrave për dobësim. Kështu që normal që ndikojnë infekt, është e vërtetë. Largojnë lagje të tepërta, kështu në të njëjtën kohë ti merr elektrolit, i merr këtë gjëra të ushqyese, në të njëjtën kohë ja bën një detox trupit, pse jo, për shembull, mundesh edhe me hu peshë. Sidomos ata të cilët mashtrohen për thënë prej çajrave që për një javë i humb 5 kg thuhet.
Po i humë se që ti i largon komplet langjet prej trupit. Dhe po, i largon 5 kg. Vetëm mbetja në zorë, trash janë deri në 4 kg varet prej gjatësi zorë ose prej personit. 3 deri në 4 kg janë tash. Llogarit e çato 3-4 edhe një 2 ujë edhe që. Kështu që janë vetëm trika, po ma mirë është me i largu ma nga dalë, por shëndetshëm, si në këtë rast që nuk shkakton diare, por ullë oreksin, më thonë e humë pak dëshiren për konsumu ushqim, ose e largan atë ndjesin si kur jeni të rritur non-stop. Len, faleminderit shumë, edhe sot dit jena bashkë. Kena 2 muj bashkë, a? Edhe pak, po. Po natyrisht na do t'jemi bashkë edhe pas lindjes, sepse unë menoj Len që beba jote, qa që u familiarizu me familja jonë, sa që shtë ko me najt me neve. Sa që me të regu drejt, u ma përpoja e këm njës me këshur me bo zgjidhje për studio, me morë me veti, se zo për banesë. Okej, do të asigurojmë një shtrat për bebin e Lenës. Len, faleminderit shumë, na shihemi dielën tjetër pa tjetër. Ndërkohë kretë ju që doni me komuniku me Lenën, mos harani me Lenën, i keni faqet e saj, për pyetje, për konsulta, për receta, për plane ushqimore, për shka do tjetër. Në çdo rrjet social, po më duket 24 orë, po e tham shlirë. Po mirë. Tu je shlirë. Edhe natën kur ti shlirë tani, unë ti përgjigje kur dush, unë e tham që du. Faleminderit shumë. Ishte ky materiali i fundit që kemi përgatitur për juve sot. Natyrisht, krejt materialit e gjeni në rrjetet tona sociale. Ju vazhdoni me qëndru me televizionin e gazetarëve, televizionin Kanal 10. Gjithë kolegë tonë, çdo herë janë aty për juve për me bo materiale dhe emisionet të ndryshme. Një falenderim shumë special që natyrisht çdo të diel dhe 24/7 na jemi me juve sepse kemi një super ekip teknike si që janë kameramanet dhe regjia të cilët kujdesen që çdo emision dhe çdo realizim të jetë sa më i mirë dhe i realizuar në mënyrë profesionale që ju në shtëpia kur të na shikoni përveç që të duket bukur realizimi, keni edhe materiale të mira. Kështu që faleminderit shumë kolegëve tanë të stafit teknik, ndërkohë ne po ndahemi këtu për të takuar të dielën e ardhshme, duke uruar shumë shëndet dhe javë të mbarë, mirëmbëjtje.